Fjala aktor është e lidhur historikisht dhe organikisht me teatrin. Kjo fjalë aktor, rënjën e ka akt, pra veprim. Ti jesh aktor, do të thotë të bësh. Ka një ndryshim shumë të madh midis të jesh dhe të bësh. Ne si njerëz jemi, domethënë ekzistojmë. Po kjo nuk mjafton. Ne jemi për të bërë. Ja të erdhëm dhe në pjesën e dytë të podcast Teatri Zonja e Bujtimës, pra jemi në bisedën përsëri në vim të bisedës me regjisorin dhe dramaturgun Armand Bora. Le të ndjekim pjesën e dytë të bisedës me të. Është një bisedë vërtet shumë interesante, sepse do të prekim edhe një temë e cila ka lidhje me ndjeshmërinë qytetare, me ndjeshmërinë e qytetit të Tiranës, pikërisht me shembin e teatrit. Armand Bora ka thënë diçka më shumë në lidhje me këtë fenomen pak të vështirë për të gjithë artistët. Por, jo vetëm këtë, do të flasim edhe se si ai ka mbijetuar në tregun e lirë. Por, gjithsesi, do ta ndiqeni bisedën dhe jam e sigurt që shumë detyre, shumë detaje, shumë segmente të jetës artistike të regjisorit Armand Bora nuk i keni parë, nuk i keni njohur. Faleminderit që jeni në podcastet tona. Ju le takim çdo të mërkur në orën 19 në unë Raymond Ashunti, pikërisht në ambientet e teatrit tonë Zonja e Bujtimës. Faleminderit. Do të thënë rekomandime të tilla, po në nivele të larta fare. Nuk e ke. Kështu domethënë kadareja Andrej natë dimër që quhet domethënë vepra e kadares, titullin e ndryshuar, ka hapur teatrin në atë periudhë. Ishte. Edhe ishte drejtor? Ishte Gjota. Ishte Gjota. Edhe e bën jashtë, u bën në Pishim. Akoma salla nuk ishte hapur, por u bë shfaqja në Pishim, bile mbaj mend që edhe premiera është bërë frish, u hap dera. Kush ishin aktorët? Aktorët kanë qenë Leritan Diçaj, Valbona Imami, ka qenë Albana Sançolli, ka pat një grup polifonik të teatrit të operës që këndonin me Arjan Suknishin, kishim një grup baleti, ka qenë Dana Tolka, Sajmiri, Djalida, e më dhe grupi rinj, sepse edhe teatri ishte pak teatri alternativ, televizijos, njerëzit futeshin në Pishik, në uanin, në ujë. Ky ishte brez një pranot. Se të ngacmoj kjo ide, si dhe kështu, çfarë të ngacmoj? Sepse jo kisha kohë që brenda meje, domethënë kisha rëshqitur nga teatri tradicional, kërkoja teatrin jo tradicional, domethënë jo thjesht teksti, ose më interesonte teksti autorit, më interesonte, unë që atëherë kisha filluar të krijoja raportin me tekstin e konsideroja si një pretekst. S'mundesh ti të marrësh një tekst dhe të realizosh vendosjen e tekstit në skenë, që ja thon aktorët edhe kaq. Unë gjithmonë nuk kam lëvizur në shumë autorë të ndryshëm, sepse s'ka qenë mania brenda meje domethënë që të vë tekste të ndryshme. Unë kam ndërtuar projektin tim teatror, domethënë brenda vetes time, dhe tekstet që kam zgjedhur kanë qenë gjithmonë në funksion të idesë që kam dashur të ndërtoj brenda vetes time, domethënë çdo shfaqje i ka shërbyer shfaqjes tjetër. Prandaj janë të pakët. Ionesco ne kam autor të dashur, sepse Ionesco vetë është i fton regjisor për ta sfiduar atë. Ai thotë pjesët e mia komike vendosen në mënyrë tragjike dhe pjesët e mia tragjike vendosen në mënyrë komike. Domethënë ai thotë mos po respekto. Kjo që them është shumë vështirë për të transformuar çovi. Çovi është delikat për të prekur, domethënë Shakespeare e shoh më të lehtë sa Çehovin për të përthyer një formë moderne. Po tek pena, si kalova që nise të shkruash të hedhësh tekste vet? Po nevoja për tekste, domethënë. Nuk të ngopte. Dramaturgjia, kriza e dramaturgjisë ka filluar shpejt, direkt pas 90-s, themi ritmi i prodhimeve, domethënë, ose ishte gjithmonë për dramaturgjinë shqiptare. Pastaj më ka tregju gjithmonë dramaturgjia shqiptare sepse janë karaktere, janë probleme që janë brenda teje, domethënë. Ti sado të fantazosh për një personazh që ka jetuar 400 apo 500 viteve të tjera në Angli apo në antikitetin grek, shumë janë artificiale, domethënë.
Nuk e di, po personazhet shqiptare, temat shqiptare për mua rinë shumë mirë dhe studentëve sot u sugjeroj, pra sa ko nuk keni eksperjenca të mëdha jetësore, duhet të vjeni te ato gjëra që i njihni mirë, që nuk filloni të fantazoni në mënyrë të palogjikshme pastaj. Bën atë që ti ke më afër vetes tënde. Por ama ke punuar me shumë autor të mirë, ndërto edhe me Yllitin ke bërë Lubën apo jo? Edhe me Yllitin Lubën, ke bërë Lubën. ndërkohë që kam edhe 2 projekte të tjera tash, kam një tekst Bashkim Kozelit që filloi për luftën e Vlorës, një gjetje e jashtëzakonshme, nuk është tekst historik, por është historia brenda. Ndoshta gjithmonë tekstet shqiptare janë, po vazhdoj të shkruaj diçka tjetër përveç pjesës më të madhe të teksteve që i kam vendosur në skenë, siç është pjesa e triologjisë të periudhës komunizmit, që është e gjitha e vendosur në skenë, qoftë ata ju patrokitur, qoftë Domino në Burgator, apo edhe Udha e Qumshit. Ndërkohë që janë edhe 3 tekste të tjera që janë të periudhës së tranzicionit. Nuk pushoj, domethënë, pra Mati, je në një periudhë krijimtarie të mirë, apo jo? Si në regji, edhe në dramaturgji, apo jo? Po, në teatr, ç'është e vërteta, ka qenë një periudhë që kam qenë larg skenës së teatrit kombëtar për arsye. Por ama ke qenë regjisor në projekte gjithmonë. Jo, ke qenë në organik regjisor apo jo? Po, do të thotë fitoj një tekst i shkruar nga unë, u lexua në netët e leximit dhe duke pritur të bëbon, që duaj të vijej, sepse domethënë edhe Shqipëria ka kaluar të tranzicionin, të pritjen për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, që është një satirë për atë. Po gjithmonë, jo pandemia, jo projekte të ngelura mbrapa, domethënë edhe nuk ishte parë e mundshme domethënë që të vendosë qoftë ai tekst, qoftë edhe propozimet e tjera, se u kam çuar edhe propozimet e tjera, domethënë qoftë tekste shqiptare, qoftë edhe të huaja. Ndërkohë që së fundmi ishte një kërkesë që drejtori aktual Idriti më bëri për një komedi. Bashkëpunuam me të për ta përzgjedhur bashkarisht këtë tekst, një komedi shumë e famshme, shumë e suksesshme në Amerikë, po edhe në botë. Dhe nisëm, domethënë, bëm premierën në Shkodër, sepse është bashkëprodhim midis teatrit kombëtar dhe teatrit Migjenit të Shkodrës, ka aktorë edhe nga Shkodra edhe nga teatri kombëtar. Dhe presim datë 23 maj të kemi premierën këtu në teatrin kombëtar. Pjeri Vlashin nga Shkodra, që është Ilirda, Niada, është... Sa aktor ka Gjisej? Janë 8 aktor janë Gjisej. Kështu që shpresojmë që të pritet mirë, sepse aty janë përzgjedhur aktorë që edhe këndojnë, domethënë. Flaura këndon, Elia këndon. Po, është edhe Elia dhe Flaura. Edhe Lidoni që, domethënë, për herë të parë edhe ai Genti po. Po Genti është shumë i mirë. Po, për të kënduar, domethënë është gjithë një kast që veshin e kanë shumë të mirë edhe janë pranë muzikës edhe e kanë përballuar me sukses. Sepse vërtet është u shkollaj domethënë që të... Mandi, atëre gjithmonë duke qenë podcast, duam pak kuriozitet në lidhje me profesionin, mënyrën se si punohet me një vepër caktuar, meqense më dallove tek absurdi dhe unë e kam shumë për zemër sepse është një temë që rrallë e kam prekur me Met Xhelilin, sepse dhe Meti e ka patur e ka në praktikën e tij me studentët, por do doja edhe me ju të preke diçka. Bebi në Unshundi për shembull është një ndër adhuruesit e absurdit. E ka dhe stilin e tij pikërisht nga UNESCO, nga ajo shfaqje nga Famullelis. Pra për të ardhur te kjo gjë. Shpeshherë keq kuptohet absurdi. Thonë që absurdi është asgjë. Domethënë është fut 2 aktorë dhe s'ka problem, s'kuptohen me njëri tjetrin. Pra, çfarë do të thotë teatri absurd për ju? Si e konceptoni një dialog absurd? Jo, kjo është, domethënë, është keq interpretim i absurdit. Qoftë ndodh, domethënë, jo vetëm nga spektatorët, por ndonjëherë ka ndodhur raste, domethënë, që edhe nga profesionistët, nga regjisorët dhe aktorët është keq kuptuar, është trajtuar kështu. Unë do të sjell për ta shpjeguar, do të sjell një shembull nga piktura që shpjegon
e themi në mënyrë vizuale se çfarë është absurdi. Duke e çuar tek piktura surrealiste. Të gjithë këta piktorë, domethënë modern, apo edhe dramaturg që kanë kaluar, le të themi, në teatrin jo tradicional, e kanë nisur nga ajo tradicionalja, domethënë Salvador Dali ka qenë piktor që vizatonte në mënyrë të frishme, gati realiste, domethënë. Mund të thuash që çfarë e bëri surreal? E bëri surreal fakti që ai ndryshoi, le të themi, raportet, apo le të themi undën nuk e vuri aty ku është, po e vuri undën tek vend të veshjit. Po unda është undë, edhe veshji është vesh, thjesht nuk janë në vendin e tyre. Domethënë edhe dialogu i dy personazheve në skenë, në atë absurd, është teje i besueshëm dhe realist. Po njëri është realist për veten e tij dhe tjetri është realist për anën e tij. Çështja është që absurdi krijohet te krahasimi midis këtyre dy realiteteve që për secilin është real. Ai e beson si të vërtet, edhe publiku ja shet për të vërtet, edhe ai tjetri e beson për të vërtet. Krahasimi midis këtyre të dyve aty lind absurdi. Nuk është absurdi të mos kuptimit, tash po flas që të mos kuptohem. Jo, ata përpiqen të kuptohen. Dhe mendojnë se kuptohen me njëri tjetrin. Publiku e kupton që lind absurdi që mos kuptimin. Kështu ata me njëri tjetrin ata bëjnë dialog të Çfarë do t'i këshilloje? Shumë të kuptueshëm. Mandi një studenti që e adhuron. Çfarë duhet të ketë parasysh një student që adhuron absurdin? Po unë nuk më vjen mirë kur shoh, domethënë, edhe në kurrikulat e shkollës që u jepet një ushqim i parakohshëm studentëve me të lloj dramaturgjie. Edhe pse është një lloj dramaturgjie që është bërë klasike tash, domethënë absurdi në botë nuk është më një risi, është mas moderne asgjë, i takon një periudhë që është tejkaluar, domethënë në një farë mënyre. Prap unë jam i asaj gjëje që shkolla do të jetë shumë akademike dhe skolastike që mëson bazat e interpretimit. Por dikush që është i prirur për absurdin. Në jetë ti e përcakton vetë drejtimin tënd. Ti do ta kuptosh vetë, ndoshta në një master ti mund të profilizohesh tek absurdi. Por student që në vitin e dytë bën një lloj teatr tejet modern që ai shkon në mënyrë të jashtme, formale pastaj. E kuptoj. Nuk vete se kjo lloj teatri ka nga mbrapa një suport filozofik. Ka qenë filozofia ekzistenciale që bëri edhe ekzistencializmin në teatr, domethënë Sartre ka qenë filozof, po shkruajti edhe për teatrin, domethënë Cabuja filozof, po shkruajti edhe për letërsia, po edhe të dëgjosh intervistat e Ionescos janë intervista filozofike, domethënë janë me koncepte shumë të thella. Ti nëse nuk arrin të kuptosh këtë bazë filozofike, këtë bazë jetësore, ajo ngjelet një guackë jashtme që bën në skenë. Prandaj mua nuk më pëlqen kur edhe të paktën studentët e mi aty ku jap mësim tash tek Universiteti Evropian i Tiranës, përpiqem që t'i mbaj pikërisht tek këto gjëra që ata i kanë në përditshmërinë e tyre, që i prekin, që arrin ti. Pra nuk je stimulon për të bërë absurdin. Mjafton që të merret me studimin e teatrit klasik. Të mësoj klasike, të mësoj veprimin, të mësoj emocionin, të mësoj besimin në atë çka bën, të kontrolloj energjinë e tij në skenë. Gjëra të tilla, më thënë, pastaj jeta është e gjatë artistike, gjithë secili merr drejtimin e tij dhe Pra mandi në gjithë të karrierën tuaj, në vitet tuaja artistike, pak çaste, pak momente ke qenë ku ti ke qenë realisht merrje një rrog në një teatr apo jo? Se tërkohën ke qenë ke qenë këto vite kam pak në teatrin e operës dhe pastaj këto vitet e fundit në Pra në përgjithësi ke qenë i lirë. Artist i lirë. I lirë. Si ka mundsi? Është zgjedhja juaj apo jeta erdhi? Jo, zgjedhja sepse e vlerësoj shumë lirinë time. Domethënë menaxhimin e ditës duhet ta bëj vetë. Në momente që dikush tjetër më bën orarin e ditës, më nervozon, më bezdis, e bëj pa qef. Punët që kam bërë me qef, jo i detyruar, i kam zgjedhur sepse i doja, kam punuar shumë se sa do punoja po të isha rrogtar në një vend, domethënë. Nuk është çështje se kam abuzuar, s'kam punuar, domethënë. Jam lodhur shumë më tepër te ja. Po fakti psikologjikisht, domethënë që ti ndihesh i lirë që i vendos vetë oraret e provave, kur do punosh, kur s'do punosh. Kjo më ka dhënë një lloj qetësie gjithmonë.
Në momentin që ty të bie zilja thot hajde tash se kemi mbledhje apo kemi. Po dikush mund ta mendoj të kundërtën, se unë thot kam e kam mendjen e mbledhur kur kam një vend të sigurt. Një pozicion, jo. Sfidë ka qenë për mua, por po thënë me vështirësira kam kaluar edhe financiare, kam diskutuar sepse rroga e përditshme është garanci. Por kështu janë ngaritur edhe politika teatrore janë paksa të komplikuara dhe të koklavitura. Shumë. Duhet që të përfitosh një projekt apo jo, duhet të kesh një lloj informacioni shumë të mirë dhe tash unë kam kaluar atë fazë, domethënë dhe kam lehtësira në të drejtim. Sa herë unë aplikoj kam patur komoditetin që të suportohem, janë të pakta rastet që jam refuzuar projektet e mia. Por për të rinjt apo për dikë që le të themi që duhet të bind me çfarë ka bërë të tjerët, është e vështirë. Shumë e vështirë. Mandi, kur unë e pyeta Bebin Naunshundin në lidhje me drejtimin e teatrit, thash Bebi ka qenë edhe Mandi drejtor. Dhe thash, çfarë vjen mban mend? Mbaj mend një gjë, tha Bebi, për të thënë dhe për ata që e ndjekin teatrin. Në drejtimin e Armand Borës, ne kishim një shfaqje të cilën Mandi çdo ditë vinte dhe na ndiqte procesin e provave, për kënaqësi. Jo për të bërë vrejtje. Pra çdo ditë ndiqet shfaqje. Provat e shfaqjes. Nuk po na ndodh kjo tek drejtuesit. Nuk e di, nuk e kam ndjekur, domethënë, i ndriti na shikoj të angazhuar, domethënë, të paktën me këtë projektin tim. Por unë atë mbaj mend që jo, kthehemi pak te ajo drejtimi, ke koha kur ishe drejtues. Drejtimi unë në aq pak kohë sa qëndrova, unë arrita u përpoqja të më shpoja dy gjëra që ishin shumë thelbësore dhe më vjen keq që u rikthyem prapë atje ku ishim në vitet e mëparshme dhe politika e bërjes së repertorit. Nuk të pëlqen? Apo të pëlqen? Jo, duhet të ketë një metodë. Cila është metoda? Më si e përzgjedh repertorin drejtuesi apo si e ka përzgjedhur? Po, si mendoni ju? E ka përzgjedhur duke bërë një thirrje dhe gjithë secili, çdo regjisor çon tekstin e tij. Aplikon. Unë dua Shakespeare, ai tjetri atë. Dakor. Çdo regjisor ka dëshirat e tij, ka ëndrat e tij. Po a janë këto ëndrat e tij, domethënë të duhurat që i nevojiten dhe teatri kombëtar, repertori, sepse çfarë ndodh? Në fund të vitit, po të përpiqesh që të bësh profilin e teatrit kombëtar, kur është bërë nga këto lloj shihesh apo imponime, është një profil i papërcaktuar. Kurse unë si drejtor që e konsideroj veten edhe udhëheqës artistik, bordi nuk e konsideroja bord vendimarrës të më këshillonte mua se çfarë teksti do bëja. Unë teksti do t'i përzgjidhja vetë. Unë zgjodha se çfarë tekstesh i duan teatrit kombëtar, duke u bazuar në 3 elementë. Duke studiuar aktorët, çfarë aktorësh kanë, çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë nevojë këta për të bërë për të rritur artistikisht. Po, një. Çdo aktor. Një. Shtylla e dytë. Shtylla e dytë ishte spektatori. Me çfarë është ushqyer ky spektator deri tash dhe çfarë është mirë që t'i jepet ky spektatori. Po, dyta. 3. Dhe treta ishte festivalet ndërkombëtare. Më një nga konfliktet e mia me drejtuesin e ministrisë atëherë ishte sepse më detyroi dhe unë nuk vajta të shkoja në një festival të kategorisë së tretë ku ishte trupa amatore për patriotizëm. Dhe unë i thash jo, s'mund të vej teatri kombëtar, që është ekipi kombëtar, të luaj me një ekip të kategorisë së tretë, sepse çfarë ndodh? Atje ndodh që ose i marrun të gjitha çmimet që janë atje, ose ai juria atje për të bërë politika do jap sa çmime andeja, sa çmime këteja, sepse nuk e daqen të gjithë, del kthehet teatri kombëtar nga një festival i kategorisë Z me 1 çmim apo me 2 çmime. Dhe ku vajti nderi i saj? Teatri kombëtar e ka detyrën të ndeshet me ekipet kombëtare, që mund të çosh festival kategorisë A. Më thënë në botë që ka plot. Po jo, mirë është edhe pse jo, dhe mund të bësh shkëmbime, një teatr. Po, jo të konkurosh. Po, ndoshta, domethënë me një rastësi. Duhet jetë politik. Ku në çfarë festivalesh, të çfarë kategorie duhet të shkojë teatri kombëtar. Kjo është një gjë standard që vendoset. Ti duhet të vesh në këto lloj festivale dhe në këto nuk do të vesh. Këto i organizojnë, le të themi, kompanitë më të vogla, private, apo tregu i lirë, apo teatrot bashkiak, nuk e di se çfarë. Ty takon të japësh shfaqje në përrethe, po jo të bëhesh pjesë e një konkurimi
që nuk është i ndershëm, sepse ti ke edhe aktorë më të mirë, është e vërtetë, është teatri kombëtar janë aktorë më të mirë. Si mund të konkurosh ti me një teatr të një rreti që ka dy aktorë atje? Në raport me ato teatr që ke patur dikur, kombëtarin gjithmonë. Po, shiko, unë kam patur fatin që të njoha të brez aktorësh, domethënë. Jo me të tërë të punoj, por t'i njoh, domethënë. Po me Gimin punova, me Lan Trebisën punova, po Gim Qiriaqin, me Berderikën kam punuar, me Kadri Roshin e nisëm Rupa Irat dhe ai ishte një mosh pak të lodhur dhe nuk arriti dot që ti bënte. Unë që student, profesor Piro më ka çuar te Violeta Manushi për ta marrë në një shfaqje tonë të shkollës. Violeta në atë periudhë bën një komedi dashim Pabrir. Edhe unë e kam gjetur Violetën në shtëpinë e saj duke shkruar tekstin në një fletore 16 të trash. E kishte metodë puna? Metodë puna që shkruante tekstin edhe më tha... Unë jam i sigurt që profesor Piro e kishte telefonuar apo i kishte njoftuar më parë se më ka pritur, unë vajta me shumë turp edhe me shumë... Po i shkoja Violeta Manushi, një student, ti thosha hajde të luash në fragmentin Çehov kisha, të luash të personazhin që ishte i moshës saj. Edhe profesor Piro pastaj kur dështuam me Violeta Manushin, ka futur bashkëshorten e tij, ai ka luajtur Pavlina. Unë bëja personazhin tjetër edhe ajo me mua në etydet në fragmentet e vitit të dytë të regjisë, domethënë. Pasi kalon këtë brez aktorë shu që edhe Pavlina Saroj, profesor Piro, mes natës të ishim në periudhë të sezonit, unë po dështoja, i thot, do ta bësh ti, thot, ajo tha po, jepi tekstin, më thot mua, dhe të nesme keni prova. Dhe unë të nesme e kam gjetur tekstin e saj me shënime. Ajo grua, ka vajtin mes natës në shtëpi, kishte një vjerë me probleme, fëmijë të vegjël, bashortin, ku jeti ko, e lexoi dhe të nesme në erdhi në prova, ajo kishte bërë shënime mbi tekstin. Ky brez aktorësh është tashmë nuk e gjen më, domethënë. Kam pasione, pa dyshim, kanë aftësira të tjera, kanë teknika të tjera, por mungon ajo gjë që meqense ishe drejtor, e ke pak kohë, por ama e ke kaluar, e ke përjetuar, i dakord me faktin që një drejtor ka të drejtën e vet të vërit e çfaqe regjie. A është ky konflikt interesi sipas jush? Unë nuk e di nëse nuk e shoh më shumë si konflikt interesi se sa predispozit. Predispozit. Nëse ti do t'i përkushtohesh me kohë të plotë një gjëje, nuk ka kohë të bësh një tjetër. Prandaj do ta çdosh tjetrën. Po qartë. Nuk e shikoj të që pse po merra, sepse ai mund të jetë shumë i talentuar, mund ta bëj shumë mirë atë, mund të jetë një vepër shumë e suksesshme. Po. Çështja është që do të çdoj të tjetra. Qartë. Sepse nëse kujtohet bebi domethënë humoria, domethënë odorisht pas shfaqjes që ke drav në nevojat që ka regjizori, që ka skenografi, kanë aktorët, marketing, ka shumë telashe drejtori, domethënë shumë budallëqe, ose pastaj do marrësh aktorët e tu, do bësh prova lart edhe këteja e bën. Do ta bëjë sot drejtori? Ja. Ja. Pse? Nuk më u zhgënjeva pak nga ajo periudha atëherë, sepse edhe pse janë ca gjëra që thyen një herë dhe nuk ngjiten më. Ta kap fillin prapa atje, ta montoj filmin atje, të vazhdoj atë lloj reforme nuk bëhet më, sepse ishte një reformë komplekse shumë. Dhe përpos saj pastaj është kjo që do ndaloj vetes punën edhe më jep kënaqësi më tepër një vepër që bëj se sa. Mandi çfarë duhet të ketë një student për aktor ose regjisor, një artist, një krijues i cili ka talent, çfarë aftësie ekstra duhet të ketë në këtë kohë që jetojmë që t'ia dalte të bëj karrierë? Po, u them që pasioni edhe këmbgulja. Nëse ti dëshiron vërtet atë që thua që e dua, domethënë aktrimin apo regjin apo diçka tjetër, mundësitë janë. Po ka shumë të rinj të cilët i kanë këto dhe nuk ja dalin dot. Po se kanë kaq të fortë pasionin.
janë të dobët, do të thënë tundohen nga të tjera gjëra. Unë them që nuk mendoj që më thënë gjërat janë të parealizueshme, të pa arritshme. Një njeri që këmbgul do ta gjej. Unë kam punuar kohët e fundit, më thënë shfaqjen me Julljetin, por edhe shfaqjen në Fier që kam marrë aktor të rinj, kam marrë domethënë në përgjithësi ke punuar me të rinj, për faktin që janë akoma të pa ngurtësuar në brenda vetes së tyre e ti e ke kollaj për të dhënë atë formën tënde, por ndërkohë kam investuar tek ta pikërisht për këtë gjë, për t'i orientuar, për të mos mësuar duke u djegur vetë ata, por disa etapa, edhe disa prej tyre i kam asistent, i kam stimuluar, i kam propozuar në projekte të ndryshme, kam punuar, domethënë. Dhe shoh që ja dalin. Po dalin, domethënë, po hyn në treg, domethënë, po marrin projekte, po marrin role, domethënë, dhe me shfaqje serioze të mira, domethënë. Kështu që prandaj them që nuk është e pamundshme, mundesh, nëse ti vërtet je serioz, ke një pikë synim, ke një qëllim konkret, sakt, domethënë, dhe je i fortë ndaj këtyre tundimeve. Po në rast se dimi tek fundi, po në rast se një student i cili është më pak i talentuar, por është shumë i aftë që të penetrojë dhe të përfshijë, të marrë dhe ja dalim dhe i shohim dhe i dëgjojmë, janë shumë përkohshme ato gjëra. Teatri nuk është vrapim shpejtësie, nuk është 100 metrash. Jo, është vrapim që mund të marrë projekte dhe bën në copy paste. Do ta marr një herë, do ta marr 2 herë, edhe 10 herë do ta marr, ai do të harrohet. Pra nuk shikon punë të pakëndshme, por që emra. Atë nuk e ndalon dot atë gjë. Ai e ka atë lloj mundësie, por mua s'më ka shqetësuar asnjëherë të gjëra. Flas për spektatorin, për ardashsin, për atë çka i jep teatrit. Dëm më shumë se sa këta bëjmë pikërisht këto mungesa politikave, domethënë, sepse mungesa e kritikës, domethënë, kjo është. Ishte pyetja që do të bëja tani për kritikën. Ne nuk kemi pika referimi, ne sot, domethënë, të del gazetari të nxjerr mikrofonin përpara dhe thotë fol për shfaqjen tënde. Por cili është ai regjisor që do bëj kritikë apo do ta shaj veprën e tij? Dhe prandaj nuk verifikojnë asnjë gjë. Mund të thuash budalloku më të madh apo të themi ashtu, nuk e verifikon njeri. Ti e shikon të nesme të botuara në gazetë apo në media, e thën ashtu siç e ke thënë ti. Nuk ka njerëz kompetent që siç e ka bota. Janë kudo në gjithë botën, në çdo fushë ka disa personalitete që kur flasin ata nuk guxon njeri të thotë është kështu apo është ashtu, domethënë. Ne nuk i kemi këta, domethënë. Edhe ata 2-3 kritik janë, le të themi, vazhdojnë akoma operojnë me mekanizmat e një metodologjie, domethënë, të vjetër, kanë frikë, duhet ta mbajnë mirë me njëri tjetrin, domethënë, vetëm lavdërojnë, u vetë puna deri te ajo 5.000 lekë që i jep gazeta për ta botuar shkrimin. Nuk ka studiues të vërtet që të bindi, të thonë. Por edhe klim nuk ka, besoj. Po edhe klim tash edhe. Se ne jemi shumë na ngelet qefin e bëhemi agresiv. Po kjo është gjë që duhet të jesh i sinqert me veten tënde. Ke bërë ndonjë artikull kritik, Armand? Po unë kritik për tjetrin. Me emër caktuar, me një shfaqje të caktuar. Po jo, nuk kam bërë sepse nuk kam qenë gazetar i kësaj lloji natyre. Unë kam patur emisionin tim për shembull, Ora Kultur. Ka qenë promovues. Dhe ke patur prej vitesh? Ka qenë prej vitesh tek vetëm promovues. Promovues në kuptimin e promovues më tepër ndaj publikut, që ja bëje të mundshme që të pyetjet e mia kanë qenë në botë gazetarët kritik janë të specializuar. Domethënë ai gazetari i kulturës që merret me teatrin nuk merret me librin apo me kineman. Ata flas për emrat e mëdhenj, domethënë, Këtu gazetarët janë detyruar të jenë kompetent apo të bëjnë kompetentin për shumë gjëra. Unë edhe me gazetarët e fortë që janë sot, le të themi, Elsa Demo, për shembull, që është gazetare që është pesh në më thënë, ka argument, ka forcë ashtu. Jo me çdo gjë të saj, për shembull, kam qenë dakord. Sepse jo për fajt të saj, por
për pamundësinë e saj për të thelluar në sa gjëra se s'ka mundësi siç merra mund të thell me teatrin më shumë. S'mund të merret edhe dikush që do të lexojë edhe librin, të shikojë edhe filmin, të shikojë një gjë tjetër, Unë që vlerësoj domethënë në debatet për kulturën, vlerësoj Elsën, po. Edhe Elsa më shumë domethënë me çështjet e politikave, domethënë të menaxhimit të produktit kulturor apo të se si prodhohet, ne na mungon kategoria e gazetarit që merret me aktorin, që i bën analizë aktorit, personazhit, rolit. Ti shikon gazetari shkruan kritiku shkruan historinë e veprës, se ky i tha ashtu, ajo i thot kështu, domethënë, janë absurde janë, po tregojnë historinë e shfaqjes të personazheve ç'a thonë. Po nuk ka aktor që kritik që të bëjë analizën e interpretimit apo të koncepteve regjizoriale një material kronike që çohet gazetari t'ia çon tekstin institucioni. Dhe institucioni çon tekstin me 5 fjalë që kjo vepër ka 1 2 3 4 5. Dhe ajo është gazetari informative. Ngjelet tu sepse për të ftuar mediat, ti duhet i çosh 2 informacione. Ja çon në nuk arrin të gazetarët e lajmit kulturor, nuk arrin dot që të thellohen kaq shumë një vepër. Ata aq mund të bëjnë. Thonë që në datën kaq bëhet kjo vepër, luan filani, blok filani, po them për shkrime që të cilët flasin për koncepte regjizoriale, për analizë të marr të dërmoj brinjët nëse je për të, domethënë, goditur apo për të lavdëruar nëse je për të. Domethënë shiko, dikush çështja këtu nuk kuptohet një gjë. Është tjetër gjë të bësh shfaqje dhe është tjetër gjë të bësh teatr. Shfaqje bëhet shfaqje, domethënë ti ngre, merr duart orkitje, e mbush edhe sallën. Të bësh teatr është tjetër gjë. Të bësh teatr është të kesh një koncept, të thuash që unë po shkoj drejt kësaj gjëje, unë po shkoj drejt këtij profili, unë po shkoj drejt kësaj metode. Pastaj ti mund të dështosh gjatë rrugës apo mund të kesh suksese, është tjetër gjë, sepse jo, domethënë rruga është me zigzake. Por ke një koncept që ti e ke brenda vetes tënde dhe ti veprat i shërbejnë pikërisht arritjes te ky finale. Shpesh të shikojmë tituj, rrinë edhe pas titullit që e vura edhe këtë vepër, po mirë dakord. Unë u rikthehem veprave, ka ndodhur shpesh jam rikthyer veprave. Nuk ka gjë më të bukur se sa ti rikthesh një tekst që ke vënë përpara 20 viteve me një mentalitet tjetër. Unë s'përzitem, unë edhe me një tekst mund ta shkruaja gjithë jetën time. Ta rivija në forma të ndryshme atë. Pse? Se nuk është çështja e tekstit për mua, çështja është teatri. A mund të bësh teatr ti edhe pse teksti është i njëjtë? Teksti mund të jetë i njëjtë. Shfaqjet janë të tuat, nuk është teksti tënd. Nuk flas për merr një tekst i një autori të huaj. Këto lloj debate mungojnë sot, domethënë. Këto gjëra janë, domethënë. Këtu nganjëherë suksesi matet me biletat e shitura, domethënë. Dakor, edhe ajo është një kriter që duhet edhe ai. Por përtej kësaj, ka diçka tjetër, domethënë. Nuk e di domethënë. Ky lloj debati mungon edhe prandaj më vjen keq edhe nuk është se s'ka njerëz që e kuptojnë këtë lloj debati, nuk e duan këtë lloj debati. Thjesht mungon klima, mungon fryma. Edhe nëse shpesh ndodh që mblidhen njerëz që kanë këtë lloj shqetësime me njëri tjetrin, ata fillojnë edhe pak nga pak domethënë fillojnë edhe bëhen shumicë. Nuk e di domethënë. Unë vetë jam i qetë sepse problemet e mia i kam domethënë nuk jam pishman për asgjë çka kam bërë domethënë në gjithë karrierën time, gjithë veprat që kam bërë, jam i qetë sepse i kanë shërbyer pikërisht këtij momenti që jam një moment final sepse estetika e teatrit polifonik jam tash duke e ndërkombëtarizuar, domethënë duke e nxjerrë nga kufit e Shqipërisë, nëse do ketë një miratim të një projekti ndërkombëtar, domethënë teatri polifonik do të dalë nga, domethënë do ballafaqohet, le themi, me profesionistë që merren seriozisht me teatrin, dhe do vlerësohet nëse ka interes apo s'ka interes. Kjo jam i kënaqur me çka kam bërë edhe. Por në lidhje, ke një vepër të cilën i rikthyer meqense sapo e preke? Po, jam rikthyer, së fundi jam rikthyer Mbreti Popovdes, që kam vendosur notari kombëtar në atë kastin e famshëm të Agim Qeriaqit,
Ylka Buja Rastjeriu, luante Anila Muçaj rol Zeta Ferri, shoqe Gjotës dhe Lan Trebicka. Kemi qenë në Kairo me të dhe Landin Bajmën që u nominua për çmim të parë atëre si rol mbështetës. Dhe këtë vepër e trajtova me një grup të rinj, në mënyrë komike, por më do me thënë si është teksti im, ata ju më patrokitur. Ato ju patrokitur ka patur 5 produksione, do më thënë 5 çifte aktorësh. Duke filluar me titullin Valizhet, varianti parë fare në vitin 2000 me Meritan Liçen edhe me Valbona Imami, që është vendosur në sallën blu të Galeria e Arteve, ka qenë një sallë me skulpturat e bustet të realizmit socialist. Pastaj varianti tjetër që u vut në Teatrin e Metropolit me Fredin edhe me Rozin, produksioni që ka jetuar më gjatë, më thënë, sepse ka patur turne këtu në Shqipëri por në rajone, në Greqi, në Francë, ne kemi dhënë, në Hollandë kemi dhënë që teatri shqiptar herë të parë shkonte në Hollandë. Këtë tekst pastaj kam punuar në Kroaci, në Zagreb, në kroatisht. Pastaj në Australi, në Melbourne, me 2 aktorë australian. I fundit ka qenë në anglisht përsëri me Erjo Mustafarajn dhe me Era Makroqin. Në anglisht edhe ajo u dha në New York, në Broadway, në një sallë të vogël teatri, por Broadway gjithsesi. Dhe jam duke menduar, sepse teksti është përthyer edhe në frëngjisht, përveç se anglisht, domethënë për një variant në gjuhën frënge, me 2 aktorë, një franceze dhe një shqiptare, që ta provoj domethënë jam rikthyer ti teksti dhe i rikthem duke bërë, le të themi, duke u thelluar. Dhe sa herë i rikthem e kuptoj ndryshe teksti që kam shkruar vetëm, thënë prap kuptoj gjëra që si kam kuptuar nga vënjet e mëparshme. Por që nuk më shqetëson asnjëherë rikthimi, bile kam kënaqësi. Me të gjitha tekstet që kam punuar, unë ndjej nevojën për të rikthyer, për t'i bërë gjëra ndryshme, dhe kush e ka, se puna saj të nusurosh 2 herë, sepse që bëhesh 2 herë, i rregullon ca gjëra për herën e dytë. Prekim pak një temë pak sa delikate, sepse ka tronditur Shqipërinë, natyrisht tronditur të gjithë ata që donin teatrin kombëtar, u shëmb, u shkatrua, u prish, tashmë jemi në një hapësirë që është duke u punuar. Gjithmonë është komentuar edhe qëndrimi juaj që keni patur me teatrin, që unë e di që ju keni qenë pro shëmbjes në atë kohë, dhe tani që kanë kaluar gjithë këto vite, sa zgjedhjet i fitoi përsëri Partia Socialiste, sepse këto janë politikat të cilat drejtohen dhe mbahen nga vendime qeverie, dhe teatri është i lidhur fatkeqësisht me politikën, s'kemi çfarë bëjmë. Dhe juve si e gjykoni sot? Si është teatri? Jo, unë duhet të korrigjoj për një gjë, unë nuk kam qenë pro shëmbjes, unë kam qenë pro ndërtimit të teatrit. E ka një diferencë të madhe shumë. Duhet ta sqaroj këtë gjë. Unë përveç se regjizor në atë teatr, për një periudhë isha edhe drejtori i teatrit, dhe në atë moment që unë mora mandatin, gjeta një tender që bëj për skenën. Nga paraardhësi, domethënë, nga Kiçoja, kishte bërë tenderin për të riparuar, sepse kishte rënë, ishte shëmbur. Një pjesë e skenës konkret ishte fundosur. Dhe gjeta atë tenderin dhe me 2 ndërtues që nuk i njihja, u mora gjatë me ta për të parë për çka kanë hyrë këta njerëz, kanë hyrë për të marrë ato lekët apo gjë, dhe hyra në detajet të gjendjes së teatrit. Dhe mora opinionin e atyre 2 njerëzve që nuk i lidhte asgjë me teatrin. Ata janë ndërtues dhe vazhdojnë punët e tyre, nuk e di se nga janë, nga Veriu kanë qenë domethënë me ashtu, nuk e di ku janë sot, por e kishin kapur atë tender, nuk e di se si e kishin kapur, por ndoshta për herë të parë hyrin në teatr në jetën e tyre. Bashkullë tipa shumë të duheshin, s'kishin shumë lidhje me botën e artit. Qartë. Dhe i kam pyetur teknikisht. Si është? Dhe çfarë më kanë thënë? Më kanë thënë këto janë para të hedhura kot këtu. Se kjo nuk bëhet më. Llaf që ma thanë ashtu, por buan geli. Ndërkohë që pastaj fillova edhe e preka çdo qoshe të atij teatri, e preka me dorë. Edhe për mua i teatri kishte shumë emocione. Domethënë unë
kam bërë një gest, më thënë, të bukur. Kur u prish skena, që u bë investimi për skenës, kur u prish plansheti gjithi, unë preva të copa drasa. Nga drasat e skenës kishin vënë këmbën në yjet e teatrit, kishin vënë këmbën e tyre atje, preva, domethënë, si shu të Floridit, si kallëpet e Floridit, shkruajta me pirografi, me bjegje, nga i dedikim, edhe u adhash, ku ishin gjallë, Kadriu ishte gjallë, Violeta domethënë ishin gjallë akoma, ku jo Lucës për teatrin apo për të jemën, domethënë, shpëndava gjithë tyre njerëzit që kishin hypur në skenë. Po. Copza nga plasheti, se je e bukur, ka vënë këmbën babai, ka vënë këmbën mamaja. Kur ja ke dhënë këtë? Atëherë kur u prish, domethënë në atë periudhë u bë investimi, ishte tema që ishte bërë, ishte detyruar për ta bërë. Për ta zbatuar. Për ta zbatuar, se kisha fuqi për të mos ta bërë. Por fjala e tyre ishte e tillë. Por mua nuk ishte shumë e rëndësishme, më vonë unë jam rikthyer shumë gjërave, domethënë, e pash vetë teatrin. Dhe ajo që më ka bërë, domethënë, të marr një vendim ishte fakti që nuk e shikoja atë hapësirë të vlefshme për të përballuar një histori, le të themi 20 vjeçare më pas apo 30 vjeçare apo 40 vjeçare në aspektin teknik, pa xhepa, pa lartësi, njerëz që vazhdonin binin me kokë drasave atje, ti mbar më teatrin, domethënë, shumë i bukur, shumë intim, një histori e jashtëzakonshme, me ato errësirat, me çdo gjë flet, çdo gjë kishte histori aty, Por unë kisha qenë në teatrin e Shkupit, kisha punuar në teatrin e shqiptarëve që ata e rikonstruktuan, më thënë, kisha shkuar me teatrin e operës, kisha vajtur në teatrin e operës të Maqedonisë, kisha ikur mendje nga gjendja. Po marr Maqedoninë, se s'po flas për Parisin edhe Gjermaninë, kisha parë, domethënë, salla teatri që thosha, po pse ne nuk kemi ne të drejtë që të kemi një gjë të tillë. Më dhimbsej, domethënë, më dhimbsej vetja ime, më dhimbsej aktorët, më dhimbsej shumë gjërat. Dhe i bëra vetes time një pyetje. A ka shanse që kjo qeveri, ky mentalitet politik, të thotë do ta ruajmë, do ta konservojmë këtë gjë dhe do të ndërtojmë diku tjetër? Është një kërkesë reale kjo gjë? Mund të realizohet? Dhe përfundimi më doli që thash jo. Munges vullnetja, munges fondesha, munges hapësirash, nuk e di, çon si ka. Nuk ja bëja vetes të analist, por konkluzioni im ishte që këta nuk e bëjnë këtë gjë. Nuk bëhet. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet të vazhdojmë të mbetemi robër të një emocioni, një sentimentalizmi dhe të vazhdojmë të trihemi zvarr këtu, apo do detyrohemi që siç janë shëmbur stadiume në botë, jo, ato u shëmbën me dhunë, domethënë, siç u shëmbën teatri me dhunë. Po mirë, do vëmë edhe atje, por janë shëmbur stadiume të mrekullueshme dhe janë mbledhur sportdarësit kanë qarë, kanë hedhur një lule, kanë bërë fotografi, kanë pranuar ndryshimin, edhe pse janë marrë kupa në atë stadium, suksese të mëdha. Vjen një kohë që duhet diçka më e re, thonë do ta pranojmë këtë gjë. Duke qarë i kanë shëmbur. Këtu dy gjëra u bën shumë tuar. Ajo mënyrë se si u shëmb ishte e të mërshme, se kishim të gjithë të drejtën të ishim pjesë asaj historie atje. Të ishim të vinim të preknim me dorë, të ndaheshim siç duheshim ndarë, përpost që thonë që janë shumë vlera, le të themi, muzeale apo rroba apo gjëra. Dhe pastaj çështja ishte që u thosh atyre miqve të mi, debatin nuk duhet ta shtrojmë, nuk e për ta prishur ti se them unë, po ne duhet ta shtrojmë, ore çfarë do të ndërtojmë. Sepse do t'ju mbasim të dyja, mund t'u mbasim edhe këtë teatr, po mund t'u mbasim edhe pjesëmarrjen në mënyrën se çfarë do bëhet. Çfarë do bëhet, do të jemi ne prezent atje. Dhe është bërë një gafë aty, shumë e madhe është bërë, nga ky fakt që ne nuk kemi qenë prezent. Është kërkuar rotativ, jo, është kërkuar të sallë e re. Vazhdon rotativi akoma, kur bota e sot ka skena me pneumatike që ngrihen, ulen, lëvizjen, kishte Maqedonia. Unë vajta në teatrin e Maqedonisë me shfaqjen time Elizir Zamur, që kishim një konstruksion metalik të madh që i ngulim gozhat kaq në teatrin, në skenën e teatrit kombëtar dhe të operës së baletit,
Kaq gosha, bam, bam, Pra, bam, bam. ishe me faktin je dakord që të prishe rotativa. Jo, mos kishte me rotativ, po duhet ndërtuar skena me një moderne. Po. Edhe si mungesë e mos pjesëmarrjes tonë u zgjoth rotativi sepse nuk e di kush ka qenë atje në atë llap. Rotativ doni, hajde rotativ. U të gjithë se dia para 2 javësh që kam mësuar të gjë. Se s'kam qenë pjesë e diskutimeve të debateve të asaj gjëje atje. Dhe që atje të pastaj se kam qenë pjesë e një debati që naftoi kryetari i bashkisë Erioni atëherë për diskutime, që duket për të bërë atë numrin e bisedave të aty dhe pamje pafund të gjendjes së teatrit i thash stop tash. Ne e njohim teatrin, nuk ka nevojë të na i tregosh sepse po na duket vetja se lypsarë, ata lypsarët që dalin në rrugë që tregojnë plagët e tyre për të nxjerrë 5 lekë. Me çfarë dëgjova i thash që do të bësh xhevairin më të madh në Ballkan, i thash jo. Bëj diçka që ti rezistoj kohës dhe ta mirëmbaj veten, sepse teatri i dramatik i Shkupit, që bën një investim luksi, kam dëgjuar që ka falimentuar në kuptimin e mos përballimit të kostos së pastrimit, të mirëmbajtjes të gjërave, domethënë, këto fasada xhamia, ato gjëra do t'i lajë njëri nesër pas nesër apo kush do të si qysh tek apo hajde bëje lëre atje. Domethënë, ne nuk kishim pjesë e diskutimit të paktën unë s'kam qenë, domethënë nuk e di. Një herë tjetër pam projektin. Unë të kam parë që ke qenë në takime me Rela Kondaru, me ministren ke qenë në televizion. Po, por ishin biseda të cilat ishin sensitive. Po nuk ishin biseda konkrete me projektet, me atë që bënte projektin, atë që bënte me ndërtuesin apo me. Ishte një zë i rëndësishëm andi në atë kohë. Të mbaj mend që ishe në këto takime. Prandaj dhe jo a bëra këtë. Jo, dakord, unë këto ka qenë, domethënë, jam për herë të parë, edhe Elsa më ka bërë këtë bisedë, nuk e kam sqaruar kaq detaje sa që po sqaroj këtu, se Elsa e kishte më të shkurtër atë, por kjo ka qenë, le të themi, si jam i qetë, domethënë, s'më ka ardhur mirë kur kam dëgjuar shumë edhe nga njerëz që i njoh, që më njohin, jo koleg, po intelektual që jo janë shqitor, jo janë bler, jo marrin në projekte, këto janë domethënë janë të shëmtuara. Pse? Sepse unë projektin e marr sepse jam Armando Bora, unë kam garanci. Unë projekt po marr, nuk po marr projekt për bujqësin. Po jam marr projekt për teatrin, unë pospora për teatrin ti të bëj. S'ka mund të drejtë time që të marr nga paratë e mia, sepse paratë e bashkisë janë paratë e mia, paratë e taksave, nuk janë paratë e gjithkujt. Kjo është historia. Po, shiko, unë do penalizoj veten time se nuk i japin atij tjetrit. Për çfarë mos marrun tash ti them atë pa i dhënë atij tjetrit, po ju secili ka riskun e vet. Po normal, është absurde kjo punë. Nëse do të kthehesh mbrapa, çfarë do të bëje? Do të ndryshoje ndonjë gjë, Mandi? Në këtë histori. Në këtë histori të trisë të teatrit. Të teatrit. Ja, këtë gjë do thosha. Edhe ideja e bërjes muze të asaj nuk funksionon. Nuk do funksiononte. Jo, muzet ishte aktiv, siç është Londër. Po. A ruhet teatri Shakespeare? Mirë, po të ndërtohet edhe diçka tjetër, po. Jo, teatri Shakespeare. Dakor, nëse do të identik ashtu siç ishte. Shumë bukur, vlerë historike. Nëse do ndërtoni diçka tjetër, me skena të bëdha moderne, patjetër që duhet ruajtur dhe ajo. Patjetër. Sa më shumë skena aq më mirë është. Po jo, po pse duhet? Po patjetër. Por unë kuptova një që nuk kishte ndërmend për ta bërë, sepse edhe qeveria më pashme, se ne e fajtorojmë vetëm këtë. Të gjithë kanë fajtë e tyre. Jo, po edhe qeveria më pashme, unë kam qenë në ministri, edhe unë kam marrë vesh nga media, kur u dha urdhri që teatri kombëtar shkonte te piramida. Edhe për shumë kohë është investuar, janë hedhur një fond grek atje që u thon 5 milionë euro që sumor vesh ishte dashur të bëhet teatri kombëtar tek piramida. Edhe aty do bëhesh shesh ndërtimi. E njëjta politik, pse se si duket ata që rinin mbrapa njerëz pal, rinin edhe mbrapa palës tjetër ndërtuesit. Kështu që nuk se kush mendon se ka qenë periudha më e artë për teatrin kombëtar? Më e mirë, më e bukur. Kush ka qenë periudha më e bukur? Me atë çka keni prekur dhe dëgjuar. Po. Shko, si ajo para 90-s ka shumë gjëra pozitive, ka shumë gjëra të dhimbshme, padyshim. Ka edhe në si të aspektin artistik, domethënë, vepra të rëndopta, për të mbushur plani, njerëz që ndoshta se meritonin të ishin në teatr, apo padrejsi që u bëheshin atyre që meritonin që të ishin
dhimbje e madhe sepse të punosh një jetë të tërë në teatr, të sakrifikosh shpirtin në shkritje dhe të dalësh me një pension, domethënë qesharak minimal edhe po i shikojmë se si po iku gjithë ky brez, domethënë kanë vetëm emrin dhe ai emër po u harrohet të pyesë sot student të Akademisë së Arteve edhe s'njohin shumë ato që ne i kemi akoma, domethënë i përmendim edhe unë nuk lë rast pa e përmendur profesor Piron. Nuk lë rast, domethënë, me studentët e mi gjithmonë Jo, arsye kishte faktin sepse ka lënë vepra shumë. Po ka emra të cilët kanë lënë pak vepra dhe që janë emra shumë. Edhe ata, po ja ky ishte pjesa e dhimbshme. Kjo është pjesa e dhimbshme, domethënë, por që padyshim ka patur atmosferë, ka patur dëshirë, ka patur. Pra, vitet më të arta për ju kush ka qenë të teatrit më të mira dhe kush ka qenë vitet më të këqija? Unë konsideroj vitet më të këqija atë periudhën e 90% që quhet biletave. Domethënë ishte një politikë, nuk e di çfarë viti ka qenë teatri kombëtar, që merrnin biletat artistët, aktorët, edhe atëherë pastaj u vrapua pas komedive banale, pas banalitetit, çdo gjë sepse shikoj vetëm në Peqin si që ndanin lekët në fund të shfaqjes aktorës, sa more ti, sa mora unë, e ka qenë ato një gjë më shkatërruese për kur kishte mundësira që edhe aktorët të merrnin lek, po më me dinjitet dhe të shërbenin, mund të them që ka patur një periudhë, mi ka patur vepra, produksione të mira në çdo periudhë, por shumë të thua që mbetet ajo e brezit të artë të Për ta mbyllur pyetjen e fundit, çfarë ku e shikon veten në tani çka ke në dorë, do të thënë gjithmonë për projektet e fundit dhe për çmimin. Po, u thash, domethënë kam këtë projektin e Vlorës që do punoj këtë veprën që bëhet për vjetorin e luftës së Vlorës, një tekst shumë i bukur që po e them këtu, kam kënaqësinë që vjen të bashkohet ekipit Ordi Shuka, djali Agim Shukës, i cili karrierën e tij ka nisur në Vlorë dhe shumë vepra në Vlorë, edhe Ordi vetë kishte një lloj dëshire që të luante në teatrin e babait të tij dhe më vjen mirë që do na bashkohet do vinë në Vlorë, aty do të kemi premierën ndoshta në shtator. Ja duke shkruar një tekst tjetër, një komedi groteske që po e shkruaj. Ndërkohë që kam bërë këtë aplikimin, siç u thash, në një projekt të madh ndërkombëtar për një prodhim kështu të disa shteteve, për një tekst që është duhet ta lë surprizë emrin e projektit, por që është i gjithë është teatri polifonik, domethënë teatri të mbështetur, jo tradicional, është teatri alternativ sot, shumë eksperimental. Këto janë domethënë gjërat që kam në dorë. Pastaj ka kërkesa, ka projekte të tjera, domethënë që janë më në për perspektivën, domethënë këto të afërt. Pra vion me këtë lirinë tuaj artistike. Po, teatri kombëtar, domethënë vejarje pak keq që u doj ky rast i Shakespeare-it, sepse një Shakespeare tash i doja që ta provoja, qoftë Otellon, por me titullin Desdemona, domethënë ishte Desdemona në qendër të tragjedisë dhe jo Otelloja, ose Ricardin e tretë, të dy veprat i kisha, por kam idenë që me këto dy zgjedhje që mund të bëhen tashti, do shtyhet Shakespeare-i, domethënë për një periudhë tjetër në teatrin kombëtar. Çfarë si ka domethënë. Ndërkohë që çmimi është një ngjarje jo vetëm për mua, por edhe për faktin që një çmim që akordohej prej 10 vitesh, çmimi Kadare që organizohet nga Instituti Pashko dhe nga UET-i, për 10 vite që i jepet veprave letrare, domethënë kryesisht romanit edhe tregimit, për herë të parë i jepet një drame. Është lajm i bukur. Unë vlerësoj triptikun, tre veprat e mia. E vlerësoj shumë jurin, domethënë antar të jurisë, sepse është një vëmendje që i bën dramës shqipe. Në momentin që ti e boton, ajo është lançuar, është diskutuar në media, është një vëmendje që ti e drejton tek nevoja për t'u rikthyer dramës. Padyshim që nuk e zgjidh kjo gjë këtë problematikën e dramës shqipe, duhet të ketë politika, duhet stimuluar dramaturgët, jo vetëm financiarisht, por edhe me forma të tjera, domethënë mund të asistohen gjatë procesit të shkrimit të një drame, sepse drama shkruhet në teatr, nuk shkruhet në shtëpi.
Por unë fatkeqësinë e teatrit shqiptar shikoj pikërisht tek dramaturgjia. Teatri anglez është anglez sepse ka autorët anglez. Teatri francez ka autor francez. Nuk ta bën dot autori huaj teatrin. Pra i kosa ne nuk do kemi emrat tanë të dramaturgjisë të teatrit shqiptar, ne s'kemi për të patur teatr shqiptar. Nuk kemi arritje vërtet, qoftë vepra të mira të vendosura, por shfaqje, jo teatr. Teatrin e bën dramaturgjia kombëtare, e bën regjia kombëtare, e bën aktorët, bota e tyre, e bën spektatorët, e bën kritika, e ti e nxjerr të produkt të brand, e nxjerr në botën e Prandaj jashtme. dhe spektatori lidhet shumë më pas me veprën, sepse janë problematikat e tyre, siç është për shembull një komedia e Shi në plazh, apo komedia Pallati 176, sepse janë vepra shqiptare. Dhe ne kemi një festival me datën 29 pikërisht për dramaturgjinë shqiptare, për veprat shqiptare. Unë uroj shumë sukses të. Dhe është vërtet lajm shumë i bukur, komplimenta shumë Armand Bora për çmimin, për punën që ke bërë, për veprat dhe të Falenderoj çka edhe ke për lënë këtë bisedë spektator. shumë të bukur që më se më krijuat mundësinë që edhe në kujtimet e fëmijës të shkonim edhe disa probleme që janë vërtet të rëndësishme dhe të rëndësishme për teatrin tipik. Faleminderit dhe punë të mbarë krimtarin tuaj. Fjala aktor është e lidhur historikisht dhe organikisht me teatrin. Kjo fjalë aktor, rënjën e ka akt, pra veprim. Ti jesh aktor, do të thotë të bësh. Ka një ndryshim shumë të madh midis të jesh dhe të bësh. Ne si njerëz jemi, domethënë ekzistojmë. Po kjo nuk mjafton. Ne jemi për të bërë.